Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Telefoni është një aparat që në kohën moderne vazhdimisht e kemi në përduar tona. A ja kemi bërë një pyetje vetës tonë? A jemi duke e përdur telefonin, apo mos telefoni është duke na përdur neve? Kjo është një pikë pyetje që duhet me vendos çdo njeri prej nesh vetës tonë mbi kokë. A jemi duke e përdur telefonin, apo telefoni është duke na përdur neve? Kjo është një pyetje që duhet me dashti shumë me mendu. Se me vërtet me keqardhje them që shumica e njerëzve telefoni është duke i përdur ata. Jo që janë ata duke e përdur. Tash si e kuptojmë dallimin midis atij që e përdor telefonin dhe ata që lën telefonin e përdor ata. Dallimi është kështu. Nëse ti e ke në kontroll telefonin, e ke ndonjë arsye pse e përdor, ke ndonjë target, e ke ndonjë cak, e përdor ata, e kryen punën, e lën, ti je ai që e ke skllavëru telefonin. Ti je duke e përdor ata. Kurse nëse futesh thjesht kot, bën scrolling, pa ndaj far qëllimi, dije që telefoni është duke të përdor ty. E çka është më e keqja? Më së shumti prej gjitha mjeta, telefoni është ai i cili të bën brainwashing, që i thonë. Ta shpërlan trunin. Pra ti ndron mendimet. Të fute këte gjëra ndryshme, që shumë të raste edhe janë gjëra të dyta, nëse je pa kontroll, nëse përdor pa kontroll. Sidomos disa rrjete sociale që janë vetëm nga 1 minutë videot ndryshohen, atë ku mundesh me marrë dije, veç ndron. Aja i ngjason kazinos. Prandaj keni kujdes, sidomos juve trive ju drejtohem dhe gjithve, vallai edhe të mlajt. Edhe të mlajt kanë herë janë bë mazi se fëmija. Gjithve ju drejtohem që keni kujdes, përdorni telefonin me dhe qëllim, përdorni dobi t'ju, edhe mos e përdorni për gjëra të këqija, sepse vetë vetën keni me qenë në shkatrim.